do të ndjekim tani në fjallën e ti? Gjeta unë aty. Çfarë gjeta unë aty? Me Gonigalin besoj zoti Berisha. Aty gjeta ish xhelat në sigurimit shtetit Arben Kraja, që po merrte një stajs me pare nga Benet Beci dhe po pini një kafe shtruar. Pra një, Etjen Gjeta Kurban, Etjenin e Fatmir Gjafs, Kurban të marrëveshjes Rama Dumani, sepse Etjeni e shkeli marrëveshjen sipas të cilës nuk mund të sulmohet më Skapi pa autorizimin e plot të Edi Rams. Marrëveshja është kufizimi, ndalimi i hetimeve për zyrtarët e lartë dhe nërpëre pasi dështoj në bashkimin e votave me opozitën, pasi u përpoq të tërheq opozitën në një akt antikushtetues dhe të papërgjegjshëm, nëpërmjet ulëziut dhe firmosi marrëveshjen. Etjeni kishte mbetur aty, nuk dilte më nga Skapi. Ma jep tani atë tutëm. Prishti, edhe një gjë. Është shumë interesante. Të lexoni aty ku firmos dëshmin që unë erdha, aty thot proces verbali nuk mund të bëhet asnjë vrejtje. Dhe unë pastaj bëj një flet veçantë. Ku i them, përkoria politike e Edi Rams e kukullës së George Sorosit me në krye mercenar Dumanin është vegël e regjimit të tij dhe patëricë e pushtetit të krimit, i cili merr fund me turp me 11 maj të 2025-s. Kjo është mesazhi për Edi Ramën që i lash në Tovolinë. Tani vazhdon.